Shikues të dashur të Koha Vizionit, sot po ju lajmërohemi nga shtëpia e zotit Sejdi Elshani, i cili ka punuar si mjek gjatë kohës së luftës dhe po ashtu është edhe ushtari i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Së bashku do të flasim në lidhje me sfidat sa i përket të kohës së luftës dhe po ashtu në lidhje me mjetet sa kanë pasur mjeta atëherë sa i përket trajtimit të ushtarëve të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës dhe po ashtu edhe gjërat me të cilat ai është përballur. Kam kënaqësinë që sot këtu kam të zotin Sejdi Elshani dhe i cili na ka mirëpritur këtu në shtëpinë e tij. Zotri Sejdi, mirëmëngjesi, kënaqësi që të kemi këtu. Faleminderit shumë për kohën. Po e nisim fillimisht bisedën lidhe me kontributin e juaj, po du me ditë pak më shumë sa i përket kohës së luftës dhe sa vështirë ka qenë për ty me punu si mjek gjatë asaj kohe. Shiqoni angazhimi im me bashkëshorten, me motrën dhe me vllahun, daton motra në muajin maj, është inkuadruar në batalionin e parë të brigadës 123 në Studençan, si motër medicinore, ndërsa unë, bashkëshortja dhe vllau, jemi angazhuar në muajin qershor. Unë me shoqe në batalionin e dytë të brigadës 123 në Budakov, me 26 qershor, me propozim dhe ftesë të komandantit të brigadës 123 Sadik Halit Johës, dhe kemi qenë të përqendruar në ambulancën civile ushtarake të Palusht në fshatin Budakov, të shtëpia e Alush Palushit, ku kemi qenë të përqendruar aty, dhe ambulanca ka pas parafërsisht mjetet me të cilat ne kemi kryer shërbimin shëndetësor për popullatën e pjesërishtme të komunës së Suarekës, më thonë për Suareken 2, e cila përfshin regionin në lindje të komunës së Suarekës, edhe qytetit, edhe fshatra, edhe aty kryesisht edhe mjetet e punës ka qenë të ambulancës time, dhe mund të them se në atë kohë kom disponuar me mjetet të punës duke filluar prej rentgenit e deri në instrumentariumin për mikrokirurgji që kom aplikuar në terrenin e luftës në fshatin Budakov, në ambulancën civile ushtarake të Palusht në fshatin Budakov. Gjatë kësaj kohe, mund të them që për deri me 4 prill të vitit 99 kom kryer shërbime diku për rreth 2800 pacienta, duke përfshirë civilt edhe ushtarët. Aty njëkohësisht në ambulancën civile ushtarake i kum pas nën mbikëqyrje dhe nën mjekim diku 8 ushtarë të plagosur, të cilët kanë qenë nga tërë territori i Kosovës, po që kanë qenë ushtarë në brigadën 123. Kom pas ushtarë të Malishevës, fshatit Mucat, fshatit Lubisht, kanë qenë ushtarë edhe të komunës së Suarekës kanë qenë, edhe mund të them se me ushtarë të plagosur, me bashkëshorten edhe me motrën kemi fjetë me një dhomë, arsyeja ka qenë edhe e hapësirës, po edhe e përkujdesit të vazhdueshëm. Sepse gjendja shëndetësore e tyre ka qenë duke filluar prej plagëve të lehta e deri në plagë të rënda. Po ata që kanë qenë më rënd të plagosur, i kemi transportuar në stacionarin e komunës së Suarekës në fshatin Buzhal, ku ka punuar doktor Ibisha Ahmeti me personelin e vet. Ata kanë qenë ushtarë të cilët kanë pas lëndime më të rënda trupore. Ndërsa prej atyre që kanë qenë edhe më të rënd, i kemi transportuar në fshatin Breshanc, ku ka qenë ambulanca në nivel të brigadës.
Zotri Sejdi, që nën kupton se lufta do të thotë nuk është që po zhvilloj vetëm në vijën e frontit, por po ashtu kishte dhe luftë jeta vdekje, do të thotë dhe po du me ditë pak prej teje se cilat kanë qenë disa prej momenteve më të vështira në atë kohë, sfidat që edhe sot i kujtoni. Po që të flasish për vijën e zjarrit, të flasish për shërbimin që o këndosht me edhonë civilve, popullatës civile, edhe ushtarë të cilët direkt kanë qenë të kyçu në vijën e luftimeve, kemi disa raste, disa momente të cilat janë më imponuese. Kemi rastin e ushtarit Agim Kolulli, i cili ka qenë i plagosur në kokë dhe predha e plumit, ka qenë edhe është edhe sot në regionin e syrit të djathtë suborbital. Aty kom bo një mjekim një javësh, 24 orë në ditë, edhe Agimi ka qenë në gjendje, mu më thonë bukur të rëndë, mos më thonë shumë të rëndë, por sanimi i rastit sot a ditë ka mbet i pa definum dhe e ka humbë njërin sy. Rast tjetër ka qenë rasti i Gjemoj Lërigjës, i cili bashkë me 18 ushtarë, mas ti kanë ardhur dhe 5 ushtarë të tjerë, 23 ushtarë kanë ardhur mrena një ore. Për tyne, rast më i rëndë ka qenë rasti i Gjemoj Lërigjës, i cili pas 3 dite kanë ndrru jetë në fshatin Breshanc, në ambulancën regionale, me qujtë ashtu ambulancën regionale. Ai ka pas plagë të e tronda, prej lerave të Minahiasit, edhe mu i më thonë që nuk ka pas vende në trup ku nuk ka pas pluma, nuk ka pas plagë. Gjemojli kur ka ardhë me 18 plagosën. Ka qenë të e mojtë në krah një ushtar tjetër të plagosur i Bellanicës, edhe unë i thash, o Gjem, thash po ti e maron bëj plagosën që shpe mojsh ky ma letë se ti, edhe tha për mund, tha së problem, tha kjo pun, tha. Unë tha jo ma mirë. Edhe e qumë në stacionarin e batalionit, pe atyjt në baste plagëve edhe që kishte, e qumë për Breshanc. Mas 3 dite, kuptum se Gjemojli ka ndru jetë. Kjo rasti dytë, rasti i Samiut të Bellanicës, ai ka qenë i plagosur në regionin e Veshkav, të Veshkës së Mujt, dhe sot a dita e ka humbë Veshkën në Mujt, jeton në Prizren. Me gjithë ushtarët e plagosur, moj kontakte të rregullta. Aty, si ushtarët e plagosur, vlen me cek Zenel Krasinqin, e fshatit Uncat. Qështu, ka qenë i plagosur në shpatullën e Mojt të Krahurit. Të una pasaj, vlen e Qerem Morina, i fshatit Lubisht Malishevës, i cili ka qenë i plagosur, ai ka qenë i plagosur në nivel të Raksit, të hemi të Raksit edhe ai të Mojt, nëse s'gaboj, se ka kalu një kohë gjatë,
Pastaj ka qenë një rast tjetër i Ngucotit Arif Sopa. Arif Sopa. Ai ka qenë i plagosur në nivel të kërlokllës së djathtë. Rast tjetër që vlen të cekët, se po duhet mi cek me emre për mos me gabua, për Samijen e Ceka të Bëllanicës. Është një rast i fshatit Grekoc, tani emri nuk po më kujtohet. Këto janë raste me të cilat unë moj edhe sot kontakte. Edhe me vizitojnë. Mu po më vjen shumë mirë që i mbajnë mend edhe po më vjen mirë që keni kontakte edhe sot. Kisha dashur zotëri Sejdi me ditë pak, po besoj që ka qenë vështirë jo vetëm për ushtarët, por po ashtu edhe për mjekët dhe për të gjithë ata që kanë dhënë kontribut të gjatë kohës së luftës, pasi që ka qenë një gjendje jashtëzakonshme dhe padyshim që është pak problem edhe sa i përket gjendjes emocionale me vazhdu punën edhe në ato kushte. Kisha dashur me ditë sa ka qenë vështirë për ty sa i përket të gjendjes emocionale, domethënë me nda gjendjen emocionale nga profesioni edhe me vazhdu punën, edhe po ashtu po du me di që kujton tash një ditë të kohës së luftës në atë kohë, domethënë gjatë kontributit të juaj. Shqo, ka qenë kohë e sfidave, më ka furnizua me barna zotëri i Skuqi. Barnat mi ka sjell djali, në moshën 16 vjeçare, me traktor të dajve në fshatin Budakov, edhe barna më ka pru me thasë, jo me paket, po me thasë. Është furnizu prej barnatorës si Skuqit. Pa hezitim, pa kur farë, dileme. Muj më thonë që tonë një popull ka qenë në këmbë për me e përbalu atë kohë shumë të rëndë. Furnizimi se përket në këtë drejtim nuk ka munguar, edhe prej barnatorëve tjera. Edhe prej gjithë këtyre rasteve, 2800 raste, vetëm 2 vdekje kemi pasur. Rasti i Gjemali Rexës, edhe rasti një fëmijë 6 muaj, i cili ka qenë intoksikuar prej bashkëqitjeve, edhe shkoki ka qenë se ma kanë pru me vonesë në ambulancë, se ato kisha mujtë me nxerë për krisës. Se kum pas kushte edhe mundësi terapeutike kum pas. Eksperienca nuk kum ka mungua, qështu. Mirë po, unë e shfrytëzova rastin vjehra e nusës që i vdiq fëmiu i bërtita. Ne thash jemi tu je bo luftën për këta. E jo me vdek. Tha shumë për që të punë ku martu. Mirë për që ti bëjsh, në çdo kohë, në çdo periudhë, në çdo sfidë, e ka çmimin e vetë. Por, nuk ka munguar edhe për kujdesja e disa kolegëve të tjerë, të cilët se cili nga mundësit e veta kanë kontribua që dita e sotme të jetë ditë për gjeneratët e reja. Me gëzon fakti,
me gëzon fakti, për gjitha ata që kanë mujt me kontribua në periudhen ose në kohën më kritike, ose si me thonë, koha për jetë a vdekje. Në këtë drejtim, Ushtria Shërimtare e Kosovës, unë e quj, është ushtria e shenjtë. Pse është e shenjtë? Mendimin e aladhve, mbar popullatës, dikush me pushk, dikush me buk, dikush me barna, kanë dhonë kontributin e vetë, edhe sot po gëzojmë frytët e lirisë. Patyshim që po zotëri Sejdi dhe mu po më vjen shumë mirë për këto dhe po të shoh të emocionuar, po du më u largu pak nga kjo gjendje dhe le ta kujtojmë bashkë ditën kur e morët vesh që lufta veç se ka përfunduar. Ç'e përjetut ju personalisht atë moment? Unë me ka zhvut drejten me 4 prill në vitit 99 e ka tërhek familjen për fshatit Budakov. 23 antar familje, sepse të nesërmën për i të shinë bombardimet në fshatin Budakov, Vranic, Savrov, Dubrov, edhe 23 antar pa veshmbathje, pa ushqim, pa transport, çka me bo? Ishim para dilemës, të vritëshim ose të largoheshim prej vijës së zjarrit. Dhe vendosa me paralajmërim të shtabit në Budakovë, se unë do të tërheqi familjen për Shqipëri. Sepse aty e pashti diçka nuk është situata mirë. Edhe me 4 prill kanë filluar tërheqjen e familjes, 23 antarësh. Me 7 prill ne jemi konë në pikën kufitare të Morinës në ora 1 të natës. Muj me thonë që kam qenë njeri më i lumtur që kam tërheq familjen 23 antarësh prej vijës së zjarrit. Por në Tiranë jam lajmërua në shtabin e UÇK-s, fatkeqësisht aty ishin konë 2 shtabe. Shtabi i thoshin i lëvizjes edhe shtabi i farkit. Unë këto sene nuk i kom ditë. Edhe ju më lajmërua të një farë komandanti Silimon Kolçoki. Edhe vëllai gruas teme Miftar Zyba në Tiranë. Aty mu i ma thonë që nuk ka sa në mirë kuptim. Nga të dytë. Edhe nga vëllai gruas, po edhe nga ona Syl Kolçokit. Ne ishim në qytetin e Peçinit. Unë si mjek isha i ngarku me 4.725 refugjat. Me 4 teknik medicinal. Në bised me disa shokë të Malishevës, edhe të Podujevës, edhe të Frizojt, edhe në kontakt me strukturat komunale të bashkisë, sa ata i thoshin bashki, u organizum për me deportua në terenin e luftës në Kosovë me 3 kamiona edhe me barna, me material sanitar, me deportua në Kosovë, sepse nuk e dishim që është do tjetë fati i mëtejmë i luftës, në zhvillimit të luftës. Po, në Tiranë, nga ona e komandant Silimon Kolçokit edhe Miftar Zybes nuk ka sa në mirë kuptim. Bile, ata më thonë që deporton Kosovë që është muqë. Unë e thonë që është muqë.
Unë duhet me ditë nëse vritëm, qysh po vritëm? Apo vritëm si profiter, apo vritëm si antar i luftës, i ushtrisë qëndimtarë të Kosovës. Tha, bon shka dush. Në atë kohë fillun bisedimet, marrëveshja në Kumandovë, mes NATO-s edhe struktura politiku ushtarake të Serbisë, edhe u shifke në horizont që do të kemi ndërprerje të luftës. Kur ktheva në Peqin, me ata shok po bisedoj, thash qështu jonë situata. Ata më thonë që se di, si duke gjëra thash, ata thonë bashkë me mu, si duke gjërat do të shkojnë mirë, do të ndërprehet lufta, të presim edhe mandej të shofim. Deri këtu erdhën gjërat. Fatmirësisht, marrëveshja u arrit në Kumanov, edhe me 12 qershor unë nënshkrua akti i marrëveshjes së Bashkisë Ndërkombëtare me strukturat politike ushtarake të Serbisë edhe lufta u ndërprej. Zotri Sejdi, për fond, duke qenë se kemi ardhe në fund të bisedës, do thot para se të jim këtu në intervistë, më tha që më rëndësishmja është shëndeti, fatkeqësisht sot ju po përballeni edhe me një betejë, me një smundje që ma tregu dhe padyshim që është shumë e rëndë. Kisha dashur prej teje me dëgju një mesazh për të gjithë, jo vetëm ata bashkë familjarë të cilët i kanë pasur edhe antarët e tyre të familjes në UÇK, por po ashtu edhe për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës apo për të gjithë shikuesit që në këtë kohë po na ndjekin. Shqo, pas luftës, jëm përball me eskumimin e kufomav, të cilat kanë qenë kufoma që armata serbe i ka bo në regionin e komunës së Suarekës, edhe kom nxerr me punëtorët e mi 186 kufoma. Në Suarek, në Shirok, në Gajqec, në Mucot, i kom nxerr 186 kufoma, të cilat të gjitha pa përjashtim kanë qenë të masakruara. Identifikimin e kena bo në bazë të rrobav, në bazë të dhënave të familjarëve, por kemi ende kufoma të paqetura. Kemi ende kufoma të paqetura. Muj më thonë që sot ky dokumentacion është në duart tona, sepse vinë në raste edhe sot asaj dite, vinë me i kërkua të humburit familjarët, sepse dëshirojnë ta kenë një gjurmë të trupit të tyre. Zotri Sejdi, kënaqësi që e zhvilluam këtë bisedë bashkë dhe faleminderit shumë që na mirëpritet këtu në shtëpinë tuaj. Jo mi hapur për të gjitha ato që ka mund t'i ofroj këtij vendi të jashtëzakonshëm dhurat e të madhit Zot, dhurat për gjenerotat e reja që po lindin dhe po rritën. Është krenari të jesh pasardhës i trungut Pellazgo Ilir Arbror shqiptar. Sot i kom 2 vajza, një në Zvicër, një në Itali, të cilat më ndihmojnë shumë, edhe në
përbalimin e sëmundjes, sepse me 200 euro penzion nuk më dalin as për barna. As për barna së dalin. Vajza në Itali me furnizon me barna, vajza në Zvicër rregullisht më qonë pare për Zvicës, për me përbalu sëmundjen. Unë morë 220 euro penzion, dërsa shoqja merë 196 euro si veterane e luftës. Mua të drejtën e ndihmës së veteranët ma kanë hekë. Shkaki që disponoj me ambulancën temë. Qështu, mirë po, mendoj që nuk është e drejtë. Po hajde mua më ndihmon dikush. Po dikush që nuk ka kush më ndihmu. Shka me bojnë ngrati me 200 euro penzion. 39 vjet pun aktive në qendër kryesore të mjekësisë familjare në Suarek, me vetëm 5 ditë pushim mjekësor. Pa ndërprerje. 9 ditë. Tjetër nuk po disha më thonë. Ju falenderoj për aktivitetin e juj, si gazetar në teren. Gjeneratat e reja duhet ta din historitë. Dhe inshallah nuk na përsëritet. Krijimi i shtetit të dytë shqiptar, Kosovës shteti pavarur sovran, me ndihmën e aleatëve, evër perëndimor dhe sidomos amerikan, është mrekullia e historisë që ju ka bërë popullit shqiptar. Zotëri Sejdi, faleminderit shumë për kontributin dhe vlerësojmë shumë kohën tuaj. Miq të dashur, ishim pra me zotrin Sejdi Elshani, i cili na tregoi pak më shumë për ditët e tij gjatë angazhimit, do thotë si mjek në kohën e luftës dhe po ashtu për të gjitha sfidat me të cilat është përballur nga shtëpia e tij. Ne tashmë po e përmbyllim edhe këtë bisedë dhe faleminderit shumë që na ndoqët.